Gjithë thonë një Benzi është mreti, da shofi më është më vërtet mreti. Sot kemi këtë GLE 63 AMG S 2023-shit, kena bo RS-qetetën, kena bo X6-ën me competition, kena bo dhe Cayenne Turbo GT-ën. Të shi ka ardhë koha e GLE-s, kjo është facelifti, është fund 2023-shit, ka ndryshu në dizajn, që të fenerë të pari ka pas ndryshu krasu me versionin pre-facelift kësaj, normalisht janë multi-beam intelligent, grillën këtu Pan-Amerikan që e kanë to AMG që janë të më vizat e drejta. Sistemin e Benzit saj plom që është edhe me radar mrena edhe kamerën 360 gradë. Parakolbi AMG që është më agresiv se GLE-ja thjesht. Ne kena bo 53 në versionin e thjesht pre-facelift, po normal kjo është më agresive. Ngjyrën ja mamen llojin e ngjyrës si e ka kjo? Se Nardo Grey quhet kjo? Ashtu quhet gjitha kjo ngjyrë kësaj. Audi e përdor Nardo Grey. Ja çoj Nardo, shkruaj Nardo Grey ti. Shef, manufaktur Alpine Grey 7956 kod. Pse nuk përdor atë Audi, edhe po ti e disoj të e vjen emrin e vet, ta kupto. Mirë. Për atë punë se përdor, ata e ka Audi kët, Nardo Grey e përdor Audi. Okej, po ngjyra e njëjtë është apo jo? Similar, thot kjo. In appearance, similar to Audi's Nardo Grey, often paired with MG Night Package for tactical aesthetic. Po manufaktur është divizioni i Benzit, që s'ka qenë dezinjo për para, është divizioni veçantë që bon, kjo është opsionale, ka pagu lek shtesë për ngjyrën ai. Kur qovësh të lista që ka shku çmimi, ka pagu shtesë për ato, për gjitha. Ngjyra jashtme është manufaktur Alpine Grey, ngjyrë miu, që është si Nardo Grey e ngjashme, po është e Benzit, që e bo divizioni manufaktur që është si dezinjo, ka pas qenë dezinjo për para, tash është manufaktur dhe është me Night Package, këto pjesë e kromit i ka gjitha të zeza. Kjo ka shumë opsione edhe një ndër mod veçantat janë këto frenat karbon ceramik, nuk është se thjesht janë dy këto pistonçinat, po kjo është tamam karbon ceramik. Edhe diset i ka ta më gës, normalisht 22, 285 që para, mrapa i ka 325, shumë gjona. Fakti që është Night Package, ka gjitha këto pjesët edhe këtë pjesën të poshtë, ka të zezë edhe këto të pasqyrave, pjesën këtu që i kanë krom, kjo i ka të zezë, edhe i shko, bo kontrast me këtë ngjyrën gri, ngja shumë e bukur, edhe me disjet e zeza. Edhe mrapa është kupeja, normalisht që vjen më e ulme, ndryshe nga GLE-ja normale, GLE 63 së beigji këtu, stopat, gati i soj si pre-facelifti duken, marmitat 4 katrore, AMG-s edhe difuzori. Prap edhe këto pjesën këtu e ka të zezë, se është Night Edition. Është makinë e bukur, te këto kategori gati gjitha të bukura janë. Me X6-ën më duket pak më e bukur, me RS-qetetën është aty, po këta janë kështu zgjedhje personale, këta janë subjektive më shumë. Ky është 177, 4 mish V8 biturbo, me turbo të mes hot V. Stok ka 612 kuaj edhe 900 Nm tork. Kjo është e pamodifikuar, me dashme arrit fuqinë, arrit sa dush, po edhe kaq sa është të ecën, po do e shohim se sa ecën, po ecën goxha. Kanë bërë këtë pjesën këtu si karbon, ne kanë to disa prej këtyre AMG-ve. Normalisht ka pllakën që e ka bë burri huaj atje që e ka montu one man one engine. Tani ta shohim edhe interiorin, normalisht është me keyless go, hapet me çelës në xhep, edhe me dyrë me thithje. Interiorin e ka spektakël fare, shumë kombinim i bukur. Këto të kuqen, me këto qepjet e kuqe, rimeson e karbonit, sedile ngroje, ftoje, edhe kjo që lëviz sedilën e pasagjerit. Burmeister nuk ka 3 dën, do kishte këtu edhe këtu bokse, po edhe kjo ngjyra shumë e bukur, edhe mrena sendilet e kuqe me të zezë. Është panoramike, tash u ndriçu pak. Këto e kanë orën IWC, se nuk e kanë mo fizikisht, edhe e kanë që del të ekrani. Ky është versioni facelift, timonin që e ka me këto ndarjet. Modeli facelift, to që kontrollon për të specifiku AMG Mode, marmitat, gjonat, to Comfort, Sport, Sport Plus, Race, distronikun e gjitha, limitatorin, ke volumin i ke këtej pastaj. Interiori bukur tash këto i kanë komplikuar çik, po prap kjo mirë është, nuk është shumë e ngarkuar si dizajn, nuk është gjithë ekrane. Prap ky është dizajn i mirë, më pëlqej ky, se i menaxhueshëm është. Ka dhe butona fizik, këto të klimës i ka fizik, që është shumë mirë. Këtu ka këtë touchpadin, që edhe këtu lëviz kjo, saktë janë. Këtu e ke për të pushu dorën, për të ngrejt për tul makinën, është me amortizator majër, këtu e ke për të ngrejt për tul makinën. Këto janë shortcut, pastaj radio media, navigatori, volumi, këto Dynamic Comfort Sport i vendos si dush.
Tu që të opcionet e makinës, shortcut janë këto, kjo e programo si dush. Cup holder sa t'i ka me ngrojë me ftoje. Rimeson e ka komplet fiber karboni me këto qepjet e kuqe, edhe mrena është tapiceria e zezë me të kuqe AMG-s. Edhe këto grab handles tu që është me dritë LED rreth e qark. Edhe kjo është me ngroje, edhe kjo këtu është me ngroje. Shumë e bukur. Timoni me Alcantara këtu, AMG dhe flat bottom. Si pozicion një lartë, është pozicion i rehatshëm, komandues, i rregullohet gjitha që ke nevojë se ndilen me 100 lloj mënyra si dush. Shumë interior i lezetshëm. Do shohim dhe mrapa. Edhe këtu ka logon AMG-s ndriçok në natën. Edhe këtu mrapa me rimeso karboni, bokset Burmeister, vazhdoj kuqe me qepjet e kuqe. Tu ka kontrollin e klimës se ndilet me ngroje. Edhe këte air ventat që i ka vetë. Mund t'ulen edhe 3 veta këtu, Type C, hapësirë ka për komët, edhe për kokën nuk është keq. Për kupe që është kjo, mirë është, ke vend sa dush, ke vend për kokën, nuk t'kap në tavan. Nga që ka këtë panoramën e madhe, fut ndryqim mrena, edhe është kabinë mirë, edhe e the kjo e kuqa, nga bukur në fakt. Edhe to ledat interior lighti, shumë i bukur, air venta dhe këtej, është ambient i mirë. Ta shohim bagazhin. Kjo ka këtë formën si kupe që duket sikur s'ka vend, po kjo hapjen e ka më të madhe sa dush ke hapësirë për të fut gjona. Si mos kur shtridhe se dilet, akoma me qese këtu. Ka këtë gangjës elektrike këtu, edhe që e hapë mbyll normalisht, si që kanë gëlejet. Dhe do e marim i gjirë gëlejnë 63S edhe do e shofim si është në performancë krahasu me rivalte vetë, që tash e kena në komfort, e kemi edhe marmitat e fikme, se edhe atë e kena opcionale, i hap valvlat me buton. Rolls-Royce Wraith, më di se Mansori. Po qa thu, po prit se si e kom komfort. Prit pastaj. Prit pastaj, edhe ti po. Kjo është raketë. Po si t'ka shku kështu makina? Sa kohë u bone me këta? Me këta po bëj 2 vjetë që e ka marrë. Ti e ke marrë 3 akull. E ka marrë me 0, edhe është super makina. Është, se ti e shpejt, fjare, i ketë gjitha. E veçantë, nuk është se shef shumë si këto se. G63 është mush plot, këto janë pak më të ralla. I ke full edhe auticitet. Po, plot janë dhe ato, plot është. Nuk e shikon pa për dita. Fiks. Kur të mërzitet pak, shkojmë me qojmë diku, e ashtojmë një 100 kuaj. E bëjmë që të bëjë ta shumë. Një shpejt, është shpejt. Makinë e mirë. Dhe që e mira s'ka fund, jo, shumë e mirë. Unë pëlqej që kanë bo me frena qaramike. Tashi, frena qaramike, për ato kur e përdor fort e vetë diferencën, se me përdor kështu... Jo, edhe kur e përdor dhe kështu, mblidhet. Mblidhet ajo, po edhe ato tjera të mblidhen, se ajo i ka të mdhaja dhe e thjeshta, po kjo është kur e lodh, letrisht u frenu fort sa të dush. Kur e qon 63. Po. Shumë e shpejt. E kam seriozisht, po shpejt, shumë e shpejt. Po kështu me konsumin, se pyetje kështu, shqiptarës që se makina 200.000 euro, në logaritet që të mos e vrasësh bene për konsum, po ne gjitha dumë i ditë. E drejt është ajo, la konsumin varet, na kema, varet si e ngjetë, që shoferi e. Po kërët qetë shu? Qofse jetë qetë, se unë nuk e se jam në një tip që jetë si shpejt, nuk hargjon, la, nuk e se... Mund të la që tani që është rritur dhe nafta, hargjon shumë me naftë se sa me benzinë. Po, fiks. është më lirë. Edhe është okej, la, pastaj po e qove 63. Po, normal. Po, kjo me kamion 9 marshe, 9 gëtroni, kjo i ma gjirot e ullta kur e të shu qetë, edhe në shpecit lartë i ma gjirot e ullta, ta ma marsh 9. Unë këta la nuk para, do me thënë, vi vërdal mund të jetë, mund të ambush njerë në 8 ditë. Qa thua?
Pa lozu, se Po, normal. E do dhe ditë për ditë. Po, s'bëhet fjalë. Me dash të fike dhe kontrol në stabilitetit fare, le kështu që të gjeroje tige. Qa thot? Po, që e bë kështu master, po dush, ja fik kontrol në stabilitetit, po qa dush, edhe. Se ja fika atë. Raketë. Ma në sa të dush kjo. Që të ikë. Ajde, eci. Pika frena dhe mirë. Ti thu sec? Jo, se kështu se kam garë në njerën, asë edhe njerën. Kështu e do kjo, duhet në herë kështu. Në herë duhet. Sa mund të vej kjo dhe sa kilometra mund të kapë? Po ja hoqe limitin. Se është me limit kjo? Po besoj kanë vu limit fabrike. Po kështu se po se hoqe? Po se hoqe varet, o 255 ose ka i opcion tjetër dhe 280 që po prap të fabrika. Kurse po ja hoqe krejt kap mbi 300, 320 më shkoj. Torkun në Newton metër edhe fuqinë. Stabël, s'lëviz fare. Kjo për këto rrugë është dizenju. Njëre dhe me ma, 200 pesa dhe diku vete e vla për Jemi quni vetëm e Po ti theje se doni vetëm jo. Ka bane e pas Shenjën fund Kafsh është të burë. Mira është në bishë Kafsh është të burë, edhe shumë në gjendje kjo e akullë burës. Shumë në gjendje kjo. E futesh pa frikë me këtë. Jo, da, po ti ja bak e në kopi në tesa me dhe i dike Pa këtë është makine mirë, varet të si është makina po s'qenë gjendje. Së të mbante Po s'ma jo, po s'ka goma. Nëse fik direkt, kur hec fort kështu, lehet që qetësohet makina. Po, e? Po, nëse fik direkt. Lehet 2-3 minuta. Jo, si temperatura si është rritë fare saj, se s'pjerdh kjo, se kjo kështu ka qef me hec, po. Motori mazë Po. Po tha kjo më shumë nëzjet në qytet Po, në qytet nëzjet, edhe Maserat, të gjithë të të mijat mëdhajat, kur jetu ecë në autostradë, i bje temperatura ftofet. Mjetë është, mjetë. Shumë e mirë. Shumë makinë e mirë, shumë e lezetshme, e bukur për pamje, interiori më pëlqe. Timoni është pak i komplikuar, po i mësoj, ja merr dorën, mirë është në përgjithësi, ke edhe këto të lezetshme në to rrotullat. Gjitha gjonat që do i ke nuk është më shumë ekrane se sa pjesë tjera, si që janë të bëjë gjithë të rejat, prap mirë është me këto 2 ekranet aty. Ky është specifike bukur, ka edhe interiorin e bukur, edhe nga jashtë ngjyrën e bukur, e veçantë, shumë makinë e bukur për ta pa. Në performancë është shumë e shpejtë, tash aty me RS8-ën, X6 me competition është pak më e shpejtë. Turbo GT-ja është pastaj goxha më e shpejtë, ajo është nivel pak më i lartë se gjitha këto. Po me RS8-ën aty duket. Diferencat vogla, në kupton, këto nivele nuk është se të bë shumë diferencë të mëdha njëna me tjetrën, aty janë, në kupton, kjo është më shumë çështje preferencë pastaj nga ana e pamjes jashtme dhe të interiorit. Edhe ju këtë kishit morë ju për vetët. Turbo GT-n, X6-ën me competition, Audin RS8 apo këtë, GLE 63 SS. Mirë dishet këshim përvu në Aston Martin DBX, ose DBX 707 që se ka në njën, edhe ata në kanë ngell pa provu. Makinë e mirë është edhe ka shumë rëndësi kjo puna specifikave që ta bësh të bukur. Shpresoj duket pëlqyer video, bëni subscribe në YouTube, bëni follow në rrjetet sociale në Instagram, TikTok. Ju uroj gjithë mirat edhe shifni videon e radhës. Mirupafshim.